Ramazani është muji i Kuranit. Përveç të jashtë Ramazani është muji i Kuranit se e kam cekën në gjumona do ta dëshifrojnë të ardhmen. Librat e shenjta kanë zbrit pikërisht në çet muj. Krejt prej fletushave të Ibrahimit, fletushave të Musa, Tevrati, Zeburi, Kurani, Injili kanë zbrit në çet muj. E pse bashkë që në Ramazan kena me shpjegu më vonë. Mirë po, unë dua të them të nderuar vëllezër, nuk ka alternativë tjetër. Nuk ka mundësi me mësu Islamin, me dash Islamin, me dash Allahun pa e marrë vesh fjalën e Allahut. O vllazni, jeni dëshmitar okular, jeni prezent këtu në Zvicër. A ka mundësi me kry qatë punën e ju ku jeni në fabrika pa e marrë vesh mirë guën e tyne? Wallahi s'ka mundësi mirë me marrë vesh. Shpesher, kurse ke marrë vesh shefit ka i miru, të ka fy, të ka qortu. Pse? Se s'pe merë vesh punën cilën për ta obligon. A thu vallë, qysh ka mundësina me kanë afër Allahut Azza wa Jall kurse qartë e ti si marrë mi vesh? Ju që s'pi marrë mi vesh, pas po di mi lexu. A ka ma ignorancë se na, nëse e mësojmë gjermanishtën perfekt, di gjermanishtën, edhe anglishtën perfekt, edhe shqipën perfekt, edhe besa në i gjuhë tjetër. E fjallën e Allahut mos me ditë me lexu, vallahi vllaznia është një mundje e madhe. Pse? Nuk ka citat, nuk ka libër përveç Kuranit që shpërblehet veç me lexu. Me ditë veç me lexu as në gjuhën arabe. Kjo është citat në gjuhën arabe, po sa Kur'an. Edhe këto me lexu s'kem sevap që e lexojmë harfet. Veç Kurani është ai që çdo harf që e lexojmë kem sevap. Kështu që sa më mirë t'ja vdim vlerën gjërave, aq më mirë i mojmë. Unë po e ceki kalim të do hadithe, t'ja do infuzione merrni me vetë inshallah ju nevojitën. Transmetohet prej Ebi Umamet el-Bahili radhiyallahu anhu i cili thot, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'un li ashabihi yawm al-qiyamah. E kanë nxjerrë Imam Muslimi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: lexoni Kur'an, se Kur'ani ka me ardhur shefatxhi për ata që lexojnë ditën e Kiametit. La ilaha illallah. O vllazni, kush prej neve nuk ka gjunohe? Kush prej neve nuk ka nevojë për ndihmën e Allahut? Kush prej neve është ai i cili i mjaftoi çdo vepra që i ka? E pejgamberi sa po thotë, lexoni Kur'an, mësoni me lexu Kur'anin se Kur'ani ka me dalë ndërmjetësues në ditën e gjykimit. E ka ardhur një hadith tjetër, thot Kur'ani: o Zot, un po ndërmjetësoj për filanin se unë e kum nal që ky mund lexu me hub mas mirë. Hadithi i dytë e transmeton Uthmani radhiyallahu anhu, i cili thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. E ka nxjerrë Imam Buhariu ku thot Uthmani radhiyallahu anhu: Maj miri prej juve kush është? Çaj që mëson Kur'anin edhe ja mëson tjerë. Ky hadith do vazhdim me riton mushku me fjalë të arta, edhe mu vjerë çdo shtëpi muslimanit. Nëse do me ditë vetin që shiki e sapet me din të Allahut, që kjo hadith është peshuj. Pse? Pejgamberi sa çfarë thotë? Khairukum, a dini kush është më i miri? Pyetja është për gjithë neve. Secili e di vetin ku i ke që shiki me sapet. Pra, nëse doni me ditë cili është më i miri pi ummetit Muhamedit alayhis salam, kush është? Ai që din me lexu Kur'anin, edhe ja mëson tjerëve Kur'anin. Andaj vllai nderuar, ndinin ton nuk është burrni me trup të madh. As nuk është nënçmim me trup të vogël. Ja, elhamdulillah, që për rahmetit Allahut është nuk na ka kriju nisoj. Burrni Islam është me një Islam mirë. Për atë arsye, na secili prej vetit në vag të Islamit duhet me dalë edhe me testu vetin ku jemi. E muji i Ramazanit është muji që ty të afron këtë mundësi. Pastaj pejgamberi sa me një hadith tjetër ku ka thonë kështu: një musliman që në gjyksin e tij s'ka kur gjë pi Kuranit, është sikur shtëpia e demolume. Cila është shtëpia e demolume? Shtëpia e demolume cila është? Çaja shtëpia që e kena lënë në Kosovë që 10 vjet që më shku më kur. Kur t'hish aty, e shet që e ka kap pluhuri. E shet që kanë ndryshuar gjanat. Ose një shtëpi që kur nuk pastrohet, një shtëpi që kur nuk renovohet është e demolume. Një musliman që s'ka në gjyksin e tij Kur'an që lexon është fjala. Jo me lexu Kur'anin në vllaznin në gjuhën latine. Na nuk e njërojmë një musliman me mësu elhamin edhe prej Shqipës. Ama kjo është e përkohshme. Pse? Këtyre trijve kjo flas më shumë. Ta që ndonë penzion ose s'mujnë me mësu, Allah ju nimot, Allah ju amletësof. Jem të volë për tri. Kur takohesh me tri, perfekt, hoxha, djali jam e kam mësu, gjermanishtën perfekt, edhe anglishtën besa perfekt.
Fjallën e Allahut, a din me lezu. Nuk është këto puna që na dojnë me çortu dikën o vëllezër. Wallahi, Allahun e kemi dëshmitar, duhem ju stimulu. Në këtë muj na kena ardhur për çit punë vëllezër. Wallahi na nuk kena ardhur për tjetër punë. Kena ardhur sa të kena mundësi për zeqatit që na ka dhënë neve Allah një dhënë juve. Zeqati filmit. Çat sa kem, jem të mang, jem fukara, kem varfrik ditori sa dush, po çat sa kem ja dhënë Allah juve, andaj mos spërtoni Allah e shpërblet. Vendosni që sonte, sa që si keni kur mi mësu. Sa që si ke punu kur mi punu në Ramazan, inshallah don Zoti xhela xhelalu na mëshiron të gjithë me mëshirën e tij, na i lehtëson xhelimin e këtij muaji, na i fal gjinohat tona dhe na shpërblet me shpërblimet e tij.